Partitë politike duhet të tregojnë më transparente sa i përket financimeve. Ky ishte mesazhi i ambasadorit të BE në Tiranë Silvio Gonzato, i cili theksoi se raportimi i burimit të parave është i domosdoshëm për një konkurrencë të drejtë. Shqipëria duhet të përdor këtë moment për të çuar përpara reforma që sigurojnë transparencë në financimin e partive dhe fushatave, forcojnë mbikëqyrjen e pavarur, adresojnë nevojën për të parandaluar abuzimin e burimeve publike për qëllime zgjedhore, nevojën për të mbështetur debatin publik të bazuar në fakte dhe për të mbrojtur konkurrencën zgjedhore nga ndikimi i padrejtë duke përfshirë edhe në sferën digjitale. Të njëjtën linjë mbajti edhe kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi, i cili ngriti shqetësimin se partitë politike nuk pasqyrojnë të plota burimet financiare. Që kontrolli vjetor do duhet kryhet vetëm për partitë që kanë aktivitet financiar real, kanë një status aktiv në regjistrat përkatëse të regjistrimit të partive politike apo dhe regjistrat të tjerë dhe përfitojnë fonde nga buxheti i shtetit. Në vlerësimin ton, ky propozimi i KQZ-s do të eliminonte auditimin formal të partive jo funksionale, ose që praktikisht nuk ekzistojnë, dhe do të përqendrojë resurset te subjektet që realisht ndikojnë në sistemin politik. Si përfaqësues të Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore, Damian Gjiknuri nga PS dhe Oert Bylykbashi nga PD, theksuan se këto problematika do të adresohen gjatë mbledhjeve. Dhe ka akoma nevojë për të parë, unë mendoj që edhe siç është shpesh rekomanduar edhe nga disa organizata, që dhe ligji për financimin e partive politike mund të jetojë më vete. Dhe këto janë prioritete shumë dha dhe patjetër do të prekin edhe financimin në mënyrë të rëndësishme. KQZ propozon që kontrolli vjetor të kryhet vetëm për partitë me aktivitet real dhe me financim nga buxheti i shtetit, duke shmangur auditimin formal të partive jo aktive.